tek ajo është çka po ndodh tashmë në situatën e Lindjen e Mesme, e cila siç e dim po përshkallëzohet me ritme të shpejta. Si e keni parë këtë situatë deri më tani dhe mendon se po kërkon Benjamin Netanyahu të ndryshojë të gjithë balancën e luftës para një armëpushimi të mundshëm i cili mund të vijë nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Tani sa i përket se atje ka shumë aktorë, shqipe që çështja po ta nisim nga mesazhet e cilin presidenti Trump ju dërgoi regjimit iranian, të dorëzojnë armët, duke i shkëmbyer imunitetin ose që do të kenë shumë pasoja, dhe ka impaktin e drejt për drejt në elitat kryesore të sigurisë rajonale, ku hynë shumë aktorë, tani në mesin atyre që janë rivalitetet, që bëjnë rivalitetin ndaj shërbëve, është edhe Izraeli që konsiderohet një aleat apo një aleat rajonal, të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës krahas luftës për ndryshimin e regjimit në Iran, luftës për zvoglimin apo heqjen e potencialit bërthamor të Iranit për shkak të pasigurisë ndaj regjimeve të tilla, ka edhe mbrojtjen e aleatëve të tij, ku hyn edhe Izraeli. Për Izraelin lufta në Lindjen e Mesme, në Xhin Persik nuk është, apo lufta me Iranin nuk është çështje e politikës së jashtme, është çështje ekzistenciale. Prandaj edhe Izraeli ka një kurs më radikal. Ju e dini se objektiv i hakmarrjes qoftë edhe nga trupave amerikane dhe bazave të tyre për Izrael, për Iranin dhe shumë proksi tjerë të Iranit, vende ku i ka këtu proksi të ushtarake, milicet, Hutet, Hezbollah, Hamas e tjerë, është Izraeli. Kështu që arsyetohet në një mas agresiviteti me cilin, por unë mendoj se doktrina Trump, pra paqe përmes forcës dhe stabilitet politik përmes zhvillimit ekonomik dhe në këtë situatë dhe vendosje të drejtësisë, sepse kemi të bëjmë me një shtet që ne, si për shembull deputet në Kuvendin e Kosovës, jemi përballë me peticione që kanë kërkuar të nënshkruajmë dhe të mbështesim liritë dhe drejtat e qytetarëve që atje diskriminohen në mënyrë masive, as më tepër gjënia femërore. Kështu që unë mendoj se ajo çfarë duhet, çfarë synohet tu, krahas shkatrimit të këtyre elitave të sigurisë, domethënë kohazionit e këtyre elitave siç janë Rusi, Kinë, Indi, ne kemi biseduar për ambicet gjeostrategjike ruse drejt Lindjes Mesme dhe Indo-Pasorit dhe izolimit të shërbave në këtë pjesë të Verilindes. Ka po ashtu edhe një tendencë për një delegjitimim të atij represionit brendshëm që zhvillohet ndaj qytetarëve, sepse kemi bëjmë me atë regjimin e Khomeinive që s'po quajnë tashti, dhe dyta është krijimin e kushte për një tranzicion të kontrolluar, pra një transformim i cili do të përfshijë të gjithë sektorët, edhe politik, edhe diplomatik, por në veçanti transformimin e kapacitetit ushtarak nga një strukturë ideologjike siç janë Garda Nacionale e Iranit në një ushtri pastaj të kontrolluar, domethënë me kontroll civil demokratik, që besoj se do ta kishte rolin siç e kanë gjitha ushtritë e botës, pastaj tendenca për ta hapur Iranin, ta shpëtojnë nga një izolim ekonomik dhe sanksione shumë vjeçare dhe ta integrojnë në tregjet ndërkombëtare duke i prishur monopolet e ta zama aktorëve të tjerë që kanë interesa dhe interferojnë në rajon për përfitimet vetat, duke e përkesuar në vazhdimsi ose mbajtur të përkesuar jetën e qytetarëve atje siç janë Kina, Rusia, India e tjera shtete. Dhe një tendencë pastaj edhe për t'ju treguar vendin edhe disa shteteve ose për t'ja uhequr dilemën një herë për gjithmonë disa shtete të Bashkimit Evropian, të cilat ende mundohen të ruajnë interesa duke u kthyer në një stabilitet, liri, drejta të tjera, por që deri më sot nuk ka dhënë efekt pa përdorimin e saj që quhet forcë. E kontrolluar një tendencë pra që në rend të parë të provohet atje një deeskalim i kontrolluar që nënkupton një projekt i deterencës amerikane që përfshin atë presionin ekonomik dhe ushtrak që do të çonte në lëshime graduale dhe një reformatim të marrëdhënieve dhe një reformatim të komplet pushtetit politik të Iranit. Nëse unë mendoj se varianta e dytë është një përshkallëzim i kontrolluar apo një incidente kontrolluar ku do të ketë goditje precize që forcat amerikane i kryen to me një precizitet kirurgjikal, kisha me thonë, dhe një pastaj për ta kufizuar apo mos lejuar të shkohet në një luftë të përgjithshme, pra do të ishin një përshkallë incidente që i kontrollojnë SHPA, goditja e aseteve kyçe të
Iranit për ta paftësuar edhe një energjetike, por edhe rrugëve energjetike mbi të cilat kanë përfituar aktorët të cilët e kanë suportuar si proxy Iranin dhe pastaj kjo e ka shpërndarë në këtë lindjen e mesme. Për konflikti apo-rejanal mendoj se do të ishte katastrofal për gjithë, do të kishte implikime serioze në nivele globale dhe do të cënonte apo do të ndikonte tërë arkitekturën e sigurisë në rajon. Ajo çfarë është parë dhe është si them ofertë të cilën mendoj se regjimi janë duhet devjerë. Unë mendoj se tani Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të provojnë gjejnë forca politike brenda Iranit, të cilat kanë një frymë reformiste të modernizimit të jetës atje me standardet e vendeve demokratike dhe pse jo, na kemi precedente të rënies të diktatorëve të vendeve të ndryshme në këtë pjesë të Azisë dhe ju keni pasur se diktatorët zakonisht kanë përfunduar nga revolucionet demokratike brenda shteteve të tyre apo siç mund të quhen groshtete moderne të kontrolluara politike përmes këtyre forcave të moderuar që unë mendoj se do ta shembejnë atë regjim e pastaj do të kthehen tek një projekt ekonomik që është në skeç, që presidenti Trump e ka bërë ditur që nga goditja e parë që i bëri atij centralit bërtamor ku dyshohet për atë uraniumin e pasuruar në përqindjen e patolerueshme për vende të tilla që janë të kontrollueshme në aspektin e sigurisë globale dhe përdorimit të armëve bërtamore, e që do të ishin katastrofale për njerëzimin. Unë mendoj se këtu tani kjo logjika klasike e deterrencës që përdorin SBA nuk ka kurfar ambiguiteti strategjik dhe nuk do të lejojnë aventura ushtarake që mund të pretendojë Irani, sado që po flitet për kapacitetet ushtarake të Iranit, ku ta diunë, unë e di që ato për Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk përbëjnë, mund të ndodhin goditje, a kupton se për shembull nëse lëshon 1000 raketa në drejtim të Izraelit, Izraeli posedon edhe modelin më të ri të sistemit mbrojtjes raketor, siç është THAAD, po ka ashtu ka edhe disa sisteme Patriot, të cilët mbase nëse lëshon një herë është 1000 raketa me goditje, domethënë në distancë apo të afërt apo të mesme, mund të eliminohen shumica e tyre, po disa mund të përtojnë, siç ndodhi goditja në shkretira të një bazë ushtarake. Mirë, po këtu pastaj do të kenë pasojat e veta, konsekvencat që unë mendoj se i bardh vetë regjimi i Iranit. Dhe çdo presion që do mund bëhet, pra nëse nuk shoqërohet me një si të them perspektivë zhvillimi me një projekt ekonomik që do ta stabilizonte pastaj në aspekt ekonomik Iranin, ka me rreziku prodhimin e një konsolidimi represiv atje, pra jo transformim, sepse ju përshifni tendencën e këtyre par regjimeve gjithmonë është të reinkarnohen, pra nga Khomeini vjetër, biri, pastaj gjithmonë ruhen ato strukturat e vjetra dhe pas një kohë ka një rikthim. Zatën kjo është natyra gjitha revolucionit që pastaj në kundër revolucionit rikthehen po të njëjtat forca. Ajo çfarë është shpresdhënëse për situatën është se Shtetet e Bashkuara të Amerikës atje kanë krijuar një supremaci edhe ajrore dhe të sistemeve raketore, edhe për luftë kundër sulmeve raketore, por edhe për luftë direkte. Pastaj ka një prani të madhe detare, e cila është një preventiv në xhirin përsik, një fuqi që tashmë është demonstruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka një angazhim të aftësive C4 ICR që i quhet SBA, pra një sistem i kombinuar mes inteligjencës, vëzhgimit, kontrollit edhe alarmimit, një komandim kontrollit dhe kompjuterit e tjera, këta diun ato sistemet teknologjike që sot janë më të avancuar nga SBA dhe besoj që nuk lënë shumë hapësirë për kurfar suksesit të forcave iraniane. Unë mendoj se në vlerësimin tim edhe si ushtar, çdo skenor i mundshëm i sulmit iranian është i parashikueshëm. Edhe neutralizimi i tij mund të realizohet me efekte minimale në drejtim të SBA-ve, bazave të ushtarake apo dhe aleatëve të saj në rajon. Qartë, por zot Berisha ka një plan me 15 pika, por sigurisht që këtu ngrihen dhe shumë pikë pyetje. Pra pse Izraeli e konsideron të pamjaftueshëm planin amerikan për ndalimin e kësaj lufte dhe nga ana tjetër mendoni se po vepron Izraeli me nxitim nga frika e një marrëveshje që ndoshta nuk i shërben vetë interesave të saj? Tani shipe, Izraeli është Samari, kushtimisht ta quajnë në zhargonin tonë popullor, Samari mbi cilin hakmeren vendet Iranit dhe vendet proksë rreth Iranit, po rreth Izraelit, për shkak të presionit dhe
dhe intervenimit amerikan si superfuqi botërore me supremaci dhe që ka një kurs transformimi tashmë veç të përgatitur. Kështu që unë mendoj se Izraeli është në të drejtën e vetë në qoftë se flasim për mbrojtjen e identitetit shtetëror dhe kombëtar në lindjen e mesme. Mirë po, mendoj se duhet ta presin ose duhet të i bashkërëndojnë veprimet e veta ushtarake me kursin amerikan. Sepse një proces post-konflikti është jetik për reforma të thella në sektorin e sigurisë të Iranit. Dhe këtu besoj se do të përfitojnë jo vetëm vendet rajonit, po edhe vetë Izraeli, i cili ka arsyet e veta. Shqipe, unë mendoj se një transformim i tillë do të përfshijë mas pari reforma të avancuara sa i përket sistemit të sigurisë dhe modernizimit ushtarak, pra transformimi nga një forcë ideologjike në një forcë kombëtare profesionale me kontroll civil, ose në aspektin reforma vrale që duhet përfshirë në sektorin sigurisë dhe atë politik nëse pranohet deterenca amerikane, të cilën duhet ta mbështesin gjitha vendet aleate, qoftë ato të bordit të paqes, por edhe shtetet që synojnë paqen globale, siç ndodhi një qendrim shumë racional dhe i mirë që pati edhe kryeministri i Shqipërisë dhe përkrajet e politikës amerikane në rajon. Unë mendoj se duhet mbështetur dhe duhet shtyrë përpara politikat e reformave të thella, jo vetëm ushtarake, por edhe politike, dhe në qoftë se pranohet deterenca, deterenca është një instrument, një mekanizëm që konfliktin e mban në nivelin e presionit, pa e përshkallëzuar në intervenime ushtarake. Edhe kjo do të ishte pastaj e mirë, jo vetëm për Iranin, por edhe për rajonin, dhe mendoj se doktrina apo boshti doktrinor i politikës jashtme amerikane, forca për paqen, është pa një ofertë politike, pas atij presioni ushtarak deterues, është mundësia e një radikalizimit brendshëm, sepse kjo është edhe loja e propagandës që bëhet jo vetëm nga brenda Iranit, por edhe aleatëve të saj apo suportuesve të saj, siç janë Rusi, Kinë e tjera, dhe mund mbetet ai konsolidimi institucional mund të jetë represiv në nivelin shumë të lartë, dhe që besoj se atë mund të jetë edhe stabilitet afitgjat. Po merrem eksperiencën e Tazan të Afganistanit dhe kthimin e talibanëve pas 20 viteve në regjim. Mendoj se këto janë, si më thënë, standarde të cilat duhet të kenë konsiderat edhe vetë Izraeli. Shqipe, fuqia sot në rrethonat ndërkombëtare së jemi nuk matet vetëm me kapacitete ushtarake, por me aftësinë për të kontrolluar atë përshkallëzim që mund të ndodhi në rajon nëse Irani nuk i nënshtruhet ultimatumit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe aftësia për të menaxhuar krizën që atje veç po zhvillohet, por edhe aftësia për të imponuar ato rezultatet strategjike të çfarëdo dialogu që mund të zhvillohet, ose forme me të cilën ata do të arrijnë ta shembin këtë regjim, se fakti veç vrasja, eliminimi e 21 generalëve në një afat rekord tregon se Shtetet Bashkuar të Amerikës me angazhimin e aftësive të C4 ICR-it kanë arritur që ta kenë në kontroll në aspektin inteligjent komplet zhvillimet në Iran, dhe këto janë tregues se do të ketë mundësi që të imponoj edhe rezultatet strategjike të një dialogu, por atje duhet me parë situatën jo vetëm një përplasje të Shtetit të Bashkuar të Amerikës me Iranin, por edhe të tërë arkitekturës së sigurisë globale dhe dominimit amerikan mbi sistemin ndërkombëtar. Zatën kjo do të jetë edhe, si them, objektivi final, sepse nuk mbetet bota e asaj pjesë të territorit apo aty në kalkulimeve aziatike që synojnë Rusia dhe Kina, të mbetet në dominancën dhe influencimin e drejt për drejt të Rusisë dhe Kinës. Që të trija këtu, Rusia ka qëllimin si them, e përqendrimit të shërbave nga lufta që ka me Ukrainën, sepse përmes Ukrainës ka synuar të realizoj dy objektiva strategjike që ne i kemi përmend, lidhjen e mesme dhe Indo-Pasorin, dhe pjesën përmes nisja konfliktin në vitin 22, pra para skadimit të marrëveshjes Lozanës në vitin 23, kjo është synimi ndetin e zi, izolimin e këtij kontinentit të
gurve çmuar, si ju thonë atyre, dhe depërtime në Atlantik, pra përmes Mesdheut. Dhe si proksi e kishte Serbinë, që e përdorën për destabilizim për shkak të koncentrimit të madh të NATO-s, si KFOR apo edhe vetë vende Kvintit dhe SBA-ve me interesa strategjike të pavarësimit energjetik dhe mbylljes së depërtimit të interesave ekonomike ruse, siç janë energjia, gazi në regionin e Evropës. Prandaj, unë këtë gatishmërinë kërcënuese të Iranit që po shpaq, e shoh vetëm si dobësi të brendshme të regjimit të Khomeinive, po quaj kushtimisht, dhe apo ti regjimi që ekziston tani, dhe një lloj dëshmimi i aftësive të kufizuara në aspektin e potencialit ushtarak. Kështu që tani ju keni pasë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë koncentruar atje një numër të madh forcash, grupesh, sistemesh luftarake, ku ta diune të sofistifikuar, pastaj e kanë siguruar një brez ngushtë të luftimeve, që përfshin veç Iranin, pa kolaterale në anë të tjera, por kanë vendosur edhe forca që garantojnë edhe atë që quhet siguri e fushbetejës, apo një brez pak më të gjerë, dhe besoj se tani çdo skenar që mund ta zhvilloj Irani në adresë të kësaj lufte apo të Shtetet e Bashkuara dhe aleatëve të saj, që është Izraeli dhe të tjerë, është nën kontroll, duke përfshirë Emiratet, Arabinë Saudite dhe të tjera. E qartë. Mirë, zoti Berisha, për ta mbyllur për shkak se jemi në minutat e fundit, ndërkaq e gjithë kjo luftë e cila po hyn tashmë në fazën kritike të saj, mendon se mund të sjellë përshpejtimi i të gjitha këtyre sulmeve pra një përshkallëzim edhe më të rrezikshëm, jo vetëm në linjën e mesme, dhe nga ana tjetër si do ndikojë i gjithë ky zhvillim në sigurinë, por edhe në ekonominë botërore? Tani, neutralizimi i Iranit, që është një nyje energjetike për shkak të kaminalit edhe të Hormuzit, rrugës Hormuzit për qarkullimin e naftës, energjisë e tjera, por është edhe malaka në pjesën e epërme që ne s'po shohim konsiderat shumë, por edhe ajo është një nyje fuqishme të qarkullimit, është në aspektin gjeopolitik e dobëson projektin apo projektimin e fuqisë që po pretendojnë Moska edhe Pekini, dhe po pengon atë konsolidimin e një korridori strategjik që ishte ajo Belt and Road Initiative, apo dhe e brezit dhe rrugës, pra një lloj tendence për të krijuar një rrugë të re, po flas për aktorët gjeostrategjik kryesorë, siç janë Rusi, Kinë, Indi e tjera, rrugën e re të Mendafshit, me investimet që kanë bërë në infrastrukturën aeroportuale dhe lidhjen e interesave ekonomike geostrategjike që kanë bërë me shumë vende, duke përfshirë për shembull komplet vendet e BRICS-it, tash mos përmendi emra të veçantë. Unë mendoj se këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës po mundohen që përmes përdorimit të kësaj fuqie të kufit, domethënë të kontrolluar ushtarake, ta quaj kushtimisht apo të besueshme ushtarake, po mundohen që këtë tendencë për ndërtimin e linjave geostrategjike të dominimit të këtyre aktorëve që ruajnë atë kohezionin në sigurinë globale, ta paralizoj dhe përveç kësaj ti paralizoj të gjitha kapacitetet kritike të këtij farë regjimi që është proksi për këto dy fuqive apo tri, sa bën gjithsej komplet vendet e BRICS-it që kanë synime rivalitetin në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, kjo përputhet tërësisht me atë konceptin siç e quajnë këta kurshi diplomasi, që e përdorin atë fuqinë e besueshme ushtarake për të neutralizuar kalkulimet racionale të atij kundërshtarit kur synon pra një konflikt hapur që do t'ju konvenonte vetëm këtyre regjimeve, duke për llogarit përfitimet ekonomike, por pa llogaritur në paqen globale, sepse në një paqe globale kur zhvillimin e demokracisë e determinojnë shtetet që janë aleate me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë këtu do të shkonin drejt humbjes regjime totalitare, qoftë Moskë, qoftë Pekin, qoftë vende të tjera aspiruese. Pra, unë përshoh këtu një presion të koordinuar të fuqive ushtarake ndërkombëtare dhe besoj se me një precizitet kirurgjikal ata të bëjnë neutralizimin e gjitha kapaciteteve raketorë që sot ka Irani dhe që i ka kthyer në rrezik. E qartë, mirë, zoti Berisha, kemi arritur në fund. Ju falenderoj shumë për gjithë informacionet. Faleminderit edhe ju për interesimin. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, do ndalemi pas pak në pjesën e dytë për të kaluar te Kosova dhe Serbia.
Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi te Kosova dhe Serbia, ndërka ish-presidenti i Kosovës ka dalë me një reagim lidhur me vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila rrëzoi dekretin e Vjosa Osmanit për shpërndarjen e kuvendit dhe u dha kohë deputetëve që brenda 34 ditëve të zgjedhin presidentin e ri të vendit. Në reagim, presidenca thekson se e mirëpret vendimin dhe se presidenti Osmani nuk ka bërë asnjë shkelje kushtetuese. Dhe për të diskutuar ditën e sotme kam të ftuar analistin Visar Dili. Visar, përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësi ime. Kënaqësi. Visar, atëherë në lidhje me vendimin e gjykatës kushtetuese, i cili sigurisht ka trezuar disi skenën politike në Kosovë, mendon se po e forcon ky vendim pozitën e Osmanit tashmë apo po ekspozon dhe krizën institucionale, dhe nga ana tjetër a është kjo një fitore juridike për Osmanin apo ndoshta një interpretim politik i kësaj situate? Ky akt gjykimi kushtetues paraqet një sfidë serioze për stabilitetin e kushtetutshmërisë në Republikën e Kosovës, sepse në njërin anë konfirmon se neni 86.2 është normë detyruese për zgjedhjen e presidentit, kurse në anën tjetër e mohon që presidenti duhet të zgjidhet brenda afatit të kushtetutshmërisë, i cili eksplicit tregon që presidenti duhet të zgjidhet brenda 30 ditëve para se të përfundojë mandati. Është pak kaotik gjithë kjo, unë nuk jam jurist, nuk mund të thirrem në analizën juridike, mirë po duke njohur kushtetutën dhe ligjet, mundohem të them ose të spaku të shpjegoj atë gjykim ose formë si unë e lexoj kushtetutën, dhe unë definitivisht e shoh si një paraqitje e cila mund ta destabilizoj vendin në aspektin e kushtetutshmërisë, sepse kjo po bie ndesh me atë të cilën e kemi thënë deri më tani. Në njërin anë shihet si shkelje e kushtetutës nga zonja Osmani me dekretin e saj, kurse në anën tjetër gjykata kushtetuese nuk tha që është shkelje e kushtetutshmërisë, pra nuk mund të qëndrojnë të dyja. Por siç duket, atë që thash mbrëm në një televizion tjetër, po e përsëris, gjykata kushtetuese ka vendosur stabilitetin kombëtar politik përpara atij partijak dhe emocional. Ndërkaq, Visar Afati 34 ditor po shihet ndoshta si një orë me sahat, do ta quaja, për politikën kosovare. Mendoni se ky është afati real për konsensus, apo nga ana tjetër kemi thjesht një shtyrje të krizës dhe a do të arrijnë deputetët të zgjedhin presidentin brenda këtyre 34 ditëve apo vendi shkon drejt zgjedhjeve më pas? Arsyetimi se nuk është konsumuar ende afati prej 6 ditor procedurial nga Kuvendi i Republikës së Kosovës për moshë abstrakt, për shkak që ky arsyetim duhet të qëndronte nuk duhet të qëndronte në këtë situatë nga gjykata kushtetuese, pa marrë parasysh se kur i kemi pas zgjedhjet ose kur kanë përfunduar ato. Ne kemi ditë qysh ne 2 vite më parë që në këtë situatë ne duhet të vim dhe ta zgjedhim presidentin ose presidentin e ri të Republikës së Kosovës. Dhe në këtë gjykim besoj që e kanë gabu gjykata kushtetuese. Pastaj se është bombë me sahat, patjetër që po, sot jemi tashmë vetëm 33 ditë, sepse nga dje ka fillu numërimi mbrapsht. Mbrëm kemi pa oponent të pozitës dhe opozitës në media tona televizive dhe kemi pa që qëndrimet janë të palëkunshme, secila dëshiron ta lë fajin tek tjetra, biles disa kanë dalë me statuse në profilet e tyre në rrjetet sociale, duke vendosur edhe datën e zgjedhjeve. Dhe kjo pastaj paraqet edhe një problematik tjetër, sepse në vend që të tentohet dhe të thirret ndërgjegjes për të kalu këtë pengesë dhe për të zgjedhur presidentin ose presidentin e ri, deputetët tanë kanë fillu duke luajt rolin
e atyre pionëve në lojën e shahut dhe të tentojnë të destabilizojnë situatën dhe të ngrisin hipoteza dhe problematika të paqëna vetëm për shkak të egove të tyre personale. E çka është më e keqja, janë disa individ të cilët mendojnë që pa marrë parasysh kur do që mbahen zgjedhje, ata përsëri e kanë të garantuar vendin e deputetit, thuaj se Kosova është një vend anarkist dhe kalon nga mbreti tek djali e te princi tjetër dhe nuk është pra ajo e cila shfaqe realitetin. Dhe duke marrë parasysh që kemi të bëjmë me qytetarë të cilët prapë do t'i votojnë këta individ dhe i përkrajnë këta individ, patjetër që do të ndodhin edhe këtë lloj skenarësh të skenarësh. Për të gjithë këtë krizë visar, pra i gjithë kjo krizë politike tashmë në Kosovë, kush më përgjegjësi është vetë institucioni i presidentit apo janë deputetët? I gjithë spektri politik, duke fillu prej presidentes, kryeministrit, kryetarit parlamentit, deputetëve, shoqëria civile, mediat, të cilat në pjesën më të madhe janë të anushme ose nga qeveria ose nga opozita, askush nuk po lufton në këtë shtet të polarizuar që një farë forme të shëshoj gjakrat dhe gjërat dhe të dalë me ide dhe iniciativa se si mund të bëhet ky vend, por vetëm janë duke tentuar që t'i vendosin flakës benzin ende më shumë dhe të kemi problematika të tjera të cilat absolut nuk duhet të ekzistonin dhe në këtë situatë të shfaqen pastaj edhe krizat e ndryshme politike. E qartë, por më tej visar mendon se ka vullnet real politik për zgjedhjen e presidentit apo do të kemi një krizë edhe më tej e cila do të thellohet mbas kësaj situate? Nuk shoh momentalisht vullnet as nga lëvizja vetëvendosë si parti e parë, po as nga partitë opozitare që të dilet nga kjo krizë. Tashmë loja po luhet se kush të shpallet fajtor më shumë se tjetri, kush të dalë bllokuesi i institucioneve dhe në këtë situatë ne do të patjetër zgjedhjet janë të pashmangshme, por pyetja është se çfarë do të ndodhë pas zgjedhjeve, cili do të jetë rezultati, me çfarë rezultati do të dalim dhe pastaj a do të jenë këto parti përsëri të gatshme të futen në një koalicion, pse duhet të kemi zgjedhje kur mund të kemi një marrëveshje koalicioni tashmë, edhe pse kemi qeverinë e formuar, nuk është zor që të ndryshojnë ministrat. Prandaj egot personale individuale të akterëve kryesor politik në Kosovë, siç janë kryetarët e partive, janë duke e zhyt Kosovën në kriza të panevojshme. E qartë, disa nga ana tjetër, armatosja e fundit e Serbisë me sisteme raketore balistike supersonike nga Kina nuk është më një zhvillim i zakonshëm për të gjithë balancat ushtarake të rajonit. Mendon se po përpiqet Beogradi ndoshta të ndryshojë ekuilibrat e sigurisë në rajon përmes një arsenali të frikshëm ushtarak? Serbia vazhdon të zhvillojë politikën e saj hegemoniste në raport me Kosovën, po edhe me Ballkanin Perëndimor, të gjithë fqinjt ose shtetet e cilat e rrethojnë. Serbia me këto lloj taktikash e kam thënë dhe vazhdoj të përsëris, tenton që t'i friksoj shtetet fqinje, por edhe të jetë e gatshme për ndonjë lëvizje nëse i jepet mundësia. Por fatmirësia më e madhe por Ballkanin Perëndimor është që aleatin kryesor e kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe duke u mbështet fuqishëm në raportet me SBA-t, pastaj edhe shtetet e tjera, nuk besoj dhe nuk mendoj që Serbia do të guxojë të bëjë ndonjë veprim. E qartë, por nga ana tjetër mendon visar se është armatosja e Serbisë ndoshta një sinjal i qartë i ambicjeve hegemoniste ndaj fshinjve të saj? Patjetër, e thash edhe më lart, Serbia ka politika diktatoriale dhe duke marrë parasysh që ka një përkrahje të madhe nga shtetet diktatoriale siç është Kina, Rusia, Korea e Veriut, Irani deri vonë,
patjetër që edhe ajo dëshiron të implementoj përveç Serbisë edhe në gjithë Ballkanin Perëndimor, por që nuk është e mundur sepse Ballkani Perëndimor tashmë ka vendosur rrugtimin e tij drejt Bashkimit Evropian. Ne kemi një mbrojtje e cila vjen thashmë parë nga SBA-ja dhe NATO, duke marrë parasysh që kemi këtë aleancë të fuqishme si mburoj tonën, po edhe të përgjithsisht Ballkanit, Serbia mund të armatoset, mund të blejë armë, mund të marrë edhe në forma shpërblimi nga shtetet diktatoriale armë të ndryshme, mirë po asnjëherë nuk do t'i duhen ato sepse lufta në Ballkan, krizat në Ballkan kanë marrë fund në vitin 1999 dhe duke marrë parasysh që në vitin 2020-21 u ndërprej edhe shkëmbimi territorial i cili ishte një plan ose agjentur e Serbisë së bashku me themi diplomat të tjerë të Ballkanit, po edhe një pjesë të Evropës, nuk besoj që më do të kemi mundësinë që të ketë ndonjë krizë reale, e cila mund të jetë